Një reagim të ashpër ka bërë Dritan Shako Hoxha ndaj masave për ndeshje ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë, ku kritikohet ashpër përjashtimi i tifozëve kuqezi dhe krijimi i një atmosfere të butë në favor të serbëve. Shako Hoxha thot se tifozët shqiptar janë ndër më paqësorët dhe më të përkushtuarit në Evropë dhe se kombëtaria shqiptare është simbol bashkimi për shqiptarët nga të gjitha trojet. Ai ngre pyetjen pse duhet sakrifikuar energjia dhe pasioni i tifozëve shqiptar për të krijuar klimë pozitive për kundërshtarët, kur në fakt stadiumi duhet të jetë një zjarr mbështetjeje për ekipin përfaqësues. Serbëve po u krijohet klima sikur po luajnë në Luksemburg, sikur jemi në stadiumin e Luksemburgut dhe po presim lordët të vinë me shkopa avash avash, lënë qend jashtë dhe ne i përulemi duke i uruar mirëseardhjen. Po ç'është kjo përulje pa kuptim, sepse FIFA ka hallë se tifozët kuqezi shajnë serbët nga motrat e kështu nuk mund të ketë kësaj tolerimesh. Ne kemi tifozët më të mirë të futbollit. Tifozët kuqezi janë ata që përmbledhin ekipin kombëtar. Tifozët shqiptar janë më të paqëtët, më festivët, nuk krijojnë asnjë problem. Policët vendas janë të gjithë shumë të kënaqur me tifozerinë shqiptare. E kështu befas në Tiranë tani thon hajde t'i nxjerrim përjashtë këta burrat, se s'na duhen tani që t'i krijojmë serbëve një klimë sa më pozitive. Po pse duhet ja krijojmë këtë klimë pozitive serbëve? Sepse në fush luhet me 12 veta, 11 janë në fush dhe 12 janë këta që janë tifozët. Po pse, çfarë të keqe ka? Po që se stadiumi do t'jetë zjarr. Mua më kanë thënë shumë futbollistë kombëtares ndër vite se kjo tifozeri e ka një gjë të veçantë nga tifozeritë e klubeve të tjera, që e kanë me pasion dhe ekipin kombëtar. Nuk e duan kaq shumë ekipin kombëtar në Evropë, në botë, por të shkosh në Barcelonë, tifozët e Barcelonës nuk shkojnë kur të shohin Spanjën. Nuk shkojnë sepse nuk janë shumë të lidhur me ta. Ne jemi shumë të lidhur sepse ky ekip kombëtar në këto vite i ka identifikuar, i ka bashkuar shqiptarët, i ka bërë një. Të gjitha janë teori të tjera politike. Për ekipin kombëtar jemi bashkë dhe pas një kufi. Njëri është nga Presheva, njëri është nga Kumanova, një është nga Tetova, një është nga Prishtina, një është nga Suareka, një është nga Tirana, një nga Elbasani, një është nga Vlora. Çfarë do të thotë kjo gjë? Kjo gjë do të thotë që këta njerëzit na përfaqësojnë ne dhe janë krenaria e të gjithëve, dhe ndaj kjo skuadra është dashuria më e madhe sportive që kanë shqiptarët, tha Shako Hoxha. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.